Gjatë procesit, kam 34 ditë sot në Sheshkë Skënderbej dhe në përpikat e tjera që i kemi mbledh, se përgjithsisht... Pas ke përdoru krem dielli? Jo, nuk më lën stafi, nuk më lën partia. Çfarë ka ndodhur? Duke mbledhur votat, duke mbledhur firmat, dërgonin njerëz, ta din shqiptarët, nëna, gra, motra, burra, thonin ma jipni kartën mrapsh, se na kanë thënë këta të partive tjera, mos ja çoni kartat atyre se do vjedhin lekët tuaja, do morin kredi në emër tuaj, do hynë banka, do ju vjedhin lekët. Nuk kanë lënë makinacion të pështirë dhe ky është vetëm tregues i panikut të madh, sepse njerëzit nuk i shohin dot me sy. Procesi i mbledhjes firmave, vështirësia më e madhe që kam kaluar në jetën time, por edhe një lumturi e jashtëzakonshme. Si një sfidë e kaluar me sukses, pa. Kemi prit popullin e Tiranës që na ka përkrah aq shumë. Sfida është kjo. Ne nuk i gënjejmë shqiptarët edhe një herë që do marrim 71 mandate. Ne kemi listat e para, 2 vendet e para janë figura njerëz të cilët kanë integritet plot, pjesa tjetër mund të jenë njerëz më pak të njohur. Po ku do gjeni këta? Po i kemi më Që keni, është antarësia janë mbështetësi tuaj. E kuptova. Jo, e kuptova. Ne s'kemi të dalë parti që kemi rrugë patatinë.